Keni ftuar profesor Lushin. Zoti ju ruaj, thuaj ju Po na ndjegen edhe ta dish që ti je taloni i mirësisë. Nëse unë kam njohur mirësinë në Tiranë, ti je njeriu që unë kam mësuar mirësinë në Tiranë, se çdo njeri tjetër më ka mësuar që çdo njeri që të afrohet kafshon provën. Lushi ju përqafon shumë, thuju, edhe ju a ka hatrin edhe më dhem shpirti, se unë s'kam as i hallu, e kam marru hallet e mia, sepse jeta e vështirë më bën me jetuar në çdo lloj rrethane, por më vjen keq për çdo shqiptar që ka rënë në këtë ditë dhe nuk ja dua as Shqipërisë, ma besoni as Serbisë këtë problem, por ka edhe i problema ma. Ne kur nuk u përballëm me vetveten. Shpend nëse futesh në ple pulash, po nuk bën e dusht mirë, era e pulës nuk ishet kur. Që një pyetje kam për ju dy. Nuk ka vëlla, nuk ka bën kur, se shiko. Tham e rëzuam komunizmin, cilën komunizëm rëzuam? Vallai nuk kemi rrëzuar as i lloj gjoje, profa. O vëlla, dëgjoj. Unë nuk juroj komunistat. Deri në vit 90 kanë punuar zoti i ruajt, po përndër mas vit 90 se çfarë duan me ndajnë administratë, çfarë duan me bën ligjin e me ndajnë gjallë sigurimin e shtetit me patronazhista, nuk kuptoj. Por ama kam edhe pyetje publike. Janë 5.000-6.000 profesor në sistemin arsimor të Republikës Shqipërisë. Të më gjejnë një profesor tjetër të ketë provuar 8 muaj hetuesin, si që provova unë, të ketë gishtin e këputun në hetuesin prej hetuesit që ishte një spurdhjak, një ignorant, si ishte 1 metër e gjys djalë, ishte nga Shkodra, por me të thënë drejtën kishte grua vajzën e anëtarit byros politike, se unë me ka përveshi e gjujsha më shpat. Por këta janë ashtë të ligjo shoku, edhe që kurs, pronën e marme, as pronë, as të drejta, as i gjanë veç, kam shkrujt në gazet, kur më ka plas zemri që a mbyt në Shkodër ose a mbyt Lezhë, se më vjen gjuna se këta kanë edhe problem. Duke mos e njoh shkencën, këta nuk e kuptojnë që me përmbytjen ndodh moçalizimi dhe kelbëzimi toks. Këta nuk e kuptojnë që me përmbytjen je detyruar me investu edhe herë në të gjithë sistemin e rrjetit kanalizimeve, sepse prurjet e mëdha nuk e duhet ma kanalin ato për masa që ka qenë, po duhet me zgjeru, duhet me hap një trase të re. Këta nuk kuptojnë asisam. Këta nuk kuptojnë se 600 mbledhësa që kanë 35 vjet pa u pastruar janë shpëtimi i Shqipërisë dhe ma besoni. 1/100 e kostos për pastrimin e tyne, 1/100 e dameve që ka bën tani kjo përmbytje e letë, mjafton për t'i pastruar të gjithë e me i vesh me beton e me qenë zidz edhe për 30 vjet tjera. Enver Hoxha i patnërtua me, jo Enver Hoxha, populli shqiptar në kohën diktaturës, i patnërtua me karroca dore me sklever, nësa këta me skavator nuk i notojnë. Janë dhanë lekt, janë badoset fiktive, atje kanale s'ka, atje grykderdje s'ka, atje argjinatur s'ka. Shiko, unë më dhem edhe i pur që i mbytet kuj, po kur i shet dele të i mbyt në uj, më dhem shpirti. Tani, unë një pyetje kam për të dy. Opozitën do ta bëni në shkrime në studia apo do ta bëni? Ne opozitën e bëjmë për ditë. Ato takimet e zotit Berisha, ose në rrugolla. Neve opozitën do ta bëjmë për ditë, do mblidhemi kësaj radhe, ndoshta edhe pa zotin Berisha dhe pa ndonjë zotëri tjetër aty. Do flasim, sepse unë isha përgatitur me profesor Lushin, bilës sa e kam parë më është bërë zemra mal që isha ngjitur edhe e kam përqafuar edhe aty plasi xhelozia, pse u përqafun këta bashkë. Se qas ka lloj perceptimesh njeriu. Po flisnim, po diskutonim, do të thëmë këtë dhe ja bënde profesori, unë i thoshe do plaste greva tani se vetëm ajo është, pastaj fillonim flisim me njëri tjetrin verse, duke dëgjuar lloj njeriu që ishte aty dhe zjastin, i thoshe mja futi kot këtu e bëri këtu. Por gjithë ideja është neve shkuam për një tavolin trombullakët. Dhe dole të shgënjërë? Jo, nuk dolem shgënjërë, ne nuk ishim pritshmëri, ne thjesht na ullë, më thënë, dole më poshtë se ullja e pritshmërive, pra nuk mendonin si ishte jashtë grop. Realisht, përballëm me i situatë që folë sa dush se së kupton të ma e pak dore në prove. Kupton të Berisha, kuptonin një 10 vetë. S'na kuptoj as Berisha? Ja, ma i kupton është. A i kuptoj, ma ti shëtnime. Nuk e ka rëndësirë. Po ashtë shumë vonë. Kupton sa, po ashtë shumë vonë.